إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirëvërsin, të na falë gjunahet dhe gabimet tona dhe s'ka dyshim që çdo kush prej nesh është gabimtar, dhe gabimtari më I mirë, thot profeti alayhis salam, është ai I cili pendohet, kthehet sa më shpejt tek Zoti I tij. E lut Allahun e madhëruar të na ruaj, të na mbrojë prej të këqijave të vetëve tona dhe prej të këqijave të punëve tona. Dhe çdo gjë që godet njeriu prej fatkeqësive, prej gjërave që janë të dhimbshme që ai nuk I do, vijnë për pasojë të asaj që ai ka vepruar me dorën e tij, ose për të keqes që ka tek vetja e tij, tek shpirti I tij. Me vërtet atë që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, dhe rruga e drejtë e vetme është Islami, është feja Allahut të madhëruar, është feja e tërë profetëve, feja Ademit alayhis salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë njeri që Allahu I madhëruar udhëzoi në rrugën e drejtë në Islam, nuk ka kush që ta humbë nga kjo rrugë përveç tij. Dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, për shkak se ai zgjodhi humbjen, askush nuk ka mundësi ta rikthejë, ta udhëzojë sërish në rrugën e drejtë, përveç Allahut të madhëruar. Dëshmoj me dëshminë më të sinqertë, më të madhe, më madhështore, dëshmia që na shpëton nga zjarri I xhehenemit dhe poshtërimi I kësaj bote. Dëshmoj dhe deklaroj nga zemra se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu I madhëruar. Është vetëm Allahu I madhëruar, I vetëm dhe I pashok. Dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I tij. Njeriu më I mirë, profeti më I mirë, I dërguar I Allahut sallallahu alaihi wasallam. E më pas, thot Allahu I madhëruar në Kur'anin famlar, një ajet që lidhet me titullin e hutbës së sotme. Dhe është një ajet të cilin çdo khatib, pra çdo kush që mban hutbën në xhuma, është e pëlqyeshme ta përsërisë. O ju të cilët keni besuar, o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi juve prej një njeriu, prej një nefsi të vetëm, prej një shpirti të vetëm, prej Ademit alayhis salam. Dhe prej tij krijoi zawjaha, bashortën e tij nefsi, e tij shpirti, bashortën e njeriu të parë. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Dhe nga Ademi alayhis salam dhe Hawaja alayha salam nxori shumë burra dhe gra. Dhe kiheni frikë Allahun me emrin e të cilit ju përbetoheni. Dhe mbajni lidhet farefisnore, dhe dijeni, dhe mos harroni kurrë, dhe përkujtoni veten tuaj gjithmonë,
Inna Allahe kana alejkum raqiba. Me të vërtet, Allahu i madhëruar është mbikëqyrës mbi ju. A ka ndonjë çast të vetëm që ne nuk jemi në mbikëqyrje? A ka dikush që thot, unë për 5 sekonda nuk mbikëqyr askush? Nuk ka njeri, nuk ka krijesë e cila mund të jetë jo në mbikëqyrjen e krijuesit të saj. Jo në mbikëqyrjen e krijuesit të saj. Prandaj besimtari për akidës, për besimit të tij e ka shumë të qartë se ai gjithmonë është i mbikëqyrur nga Allahu i madhëruar. Çdo punë e tij, e mirë apo e keqe, shkruhet. Dhe Allahu i madhëruar ka vendosur 2 engjëj të posaçëm, një engjëll në krahun e djathtë që shkruan punë të mira, dhe një engjëll në krahun e majtë që shkruan punët e këqija. Dhe çdo kush ditën e gjykimit do të ketë një libër personal të tij. Autori i atij libri është ai vetë. Dhe do jetë argument për të ose kundër. Prandaj personi mos ta mashtroj veten e tij duke lënë në harres besimin e tij se Allahu po e mbikëqyr. Nuk ka lumturi të vërtet se sa të plotësosh ihsanin, bamirësinë që është përmendur si përkufizim në hadithin e Xhibrilit alayhis salam. Ç'është ihsani? E pyeti Xhibrili alayhis salam, engjëlli më i mirë, pyeti profetin Muhamedit alayhis salam. I thot ihsani është të adhurosh Allahun e madhëruar sikur se ti e shikon atë, me bindje të plot sikur se ti po e shikon Allahun e madhëruar. Dhe nëse nuk arrin të grad, dije se Allahu po të shikon ty. Dhe ta dim se Allahu po na shikon ne. Të dashur vëllezër, mirësitë Allahut ndaj nesh janë të shumta. Dhe çdo mirësi që e kemi nga Allahu. Allahu i madhëruar thot, dhe çfarë mirësi e keni për Allahut të madhëruar. Gjithashtu thot, dhe nëse do përpiqesh ti numërosh mirësitë të Allahut, nuk do kesh mundësi. Nga që janë shumë të shumta. Nga që janë shumë të shumta. Nga që janë të shumta. Dhe për mirësive që Allah i madhëruar i ka dhënë robit, është se ka krijuar për të bashkëshort dhe bashkëshorte. Ju e dini historinë e krijimit të Ademit alayhis salam, dhe se si është krijuar Hawaja, gruaja e tij, bashkëshortja e tij. Në fillim Ademi alayhis salam u krijua i vetëm. Dhe Allahu i madhëruar nga brinja e tij e majt, kur ishte në gjumë, mbas shpinës së tij, nxori dhe krijoi gruan e tij Hawa. Dhe kur ai çohet nga gjumi, vërej një krijes tjetër, ndryshe nga ai. Dhe natyra e tij si burr, ndjeu kënaqësi dhe qetësi tek ajo. Dhe natyra e saj si grua, ndjeu kënaqësi dhe rahati dhe qetësi tek ai si bashkëshort, dhe si burr dhe si mashkull. Edhe sot na thuhet, gjinia
nuk është biologjike, si lind. Gjinia është ndjesi, si ndjehesh. Dhe pyesin fëmijën në klasën e parë, si ndjehesh ti keqen? Fëmijën, 7 vjeç, 6 vjeç. Thot, si ndjehesh ti? Thot, ndoshta ndjehem vajzë. Ç'keni? Ne ta plotësojmë dëshirën, si plaku fyllit të ri. Si e gënjeshtër madhe. Ta plotësojmë dëshirën, të merr çmenduri, të merr pa pyet prindin, në emër të lirisë, në emër të plotësimit të dëshirave të njeriut. Ka një ideologji që na jepen për filma, emisione, media. E ndryshojmë në shkenca, edhe nxjerrim studime shkencore, thojza. Ka vërtetuar ose studime lidhje me sociale, që mundet edhe nga ana psikologjike që ta pranojë personi nga vajzë bëhet djalë dhe nga djalë bëhet vajzë. Pra nuk është që ti lind mashkull, pra nuk është biologjike, në atë që Allahu ka krijuar në atë shmërinë tënde. Por se është si ndihesh ti. Ka shkuar çmenduria, jo vetëm kaq të nderuar vëllezër. Ka shkuar sa të dyshosh tek identiteti yt njerëzor. Keqënia jote njerëzore si njeri. Thot nëse ndihesh kafsh, ndihesh qen bëhesh qen. I lirë bëhesh qen. Ndihesh mase, si lusi mase. Dhe ndihesh ujk, bëhu si ujk. Dhe kanë hedhur një hutim dhe çroditje në shoqëri dhe qëllimi i cili është prishja e familjes. Pra mundet personi të ketë prirje homoseksuale, ka lindur, është i tillë. Allahu i madhëruar thot, Allahu për ju krijoi bashorte, nga vetja juaj, që të gjeni qetësinë në to, që të gjeni qetësinë në to, dhe bëri midis jush dashuri dhe mëshirë dhe mirëkuptim. Martesa midis burrit dhe gruas është bashkimi midis dy njerëzve të ndryshëm në ndjenja, në fizionominë e tyre që Allah ka krijuar. Kanë detyra të drejta, të ndryshme. Kanë përgjegjësi të ndryshme. Kanë të drejta të ruajtura. Mbi ta mbizotëron toleranca, mirëkuptimi, dashuria dhe qetësia. Në një familje ku s'ka respekt, ku roli i çdo kujt ngatarrohet, jemi të barabartë, jemi të njëjtë. Ju lutem pa fjalë lutem. Ai që flet në hutbe, del pa xhuma. Nuk keni ardhur për fjalë. Kush dëshiron të flasë, dali jashtë të flasë. Barazia gjinore. Burri e gruaja në barabartë. Jemi të njëjtë. Dhe prandaj vim me koncepte të ndryshme sot, me ideologji, dhe i mbushim në fëmijëve tanë, të rive tanë, martesa është ngarkesë, përgjithësi, ribeqar, vonohu, martohu më vonë, si e lirë. Martesa është pengesë, pengon karrierën, fëmija ta pengon karrierën. Dil jashtë, puno dhe ti. Puno. Je njëjtë me burrin. E nxorën gruan nga strofka. E glabëruan. E zhndëruan.
e shfrytzuan, e përdorën. A ka nevojë për argumente? Ajo që jetojmë e dëshmojmë vetë. Se si kjo shoqëri jo njerëzore, jo e mëshirshme, nuk do që gruaja të jetë nën normale, të kujdeset për fëmijët, për familjen, për burrin, të kënaqë me të që ka, të duroj, të toleroj. Nuk dua një bashkëshort i cili respekton gruan, e ngren lart, e ruan nderin e saj. Nuk dua një bashkëshort xhelos në kuptimin e mirë të fjalës. Duan lidhje të disa. Pra jo një lidhje e vetme. Bëjmë shkëmbime lidhjes. Dhe ka mundësi të jetoj një fëmijë normal në një familje të shregullt, të jetoj një zhvillim, të marrë një zhvillim të tij normal, psikologjik, emocional në një familje të shregullt, pasojat janë të shumta. Pasojat janë të shumta dhe ata e din shumë mirë se nëse familja prishet, që është thelbi dhe është themeli i shoqërisë, e tërë shoqëria prishet. Gjithmonë do jemi në luftë. Çfarë lufte? Me armë? Jo. Lufta e vlerave dhe antivlerave. Disa ftojnë në shturje, në prishje, në shënderim, në mos respekt, ngatarohen rolet e njerëzve në familje, nuk ka më respekt prind fëmijë, nuk ka më respekt të ndërsjellë midis burrit dhe gruas, nuk ka më dashuri, nuk ka më mëshirë, dhe dalë një shoqëri, pra shoqëria përbohet nga njerëzit, nga individët. Këta individ nga dalin nga familjet. Dhe dalin individ që ai s'di çfarë është. Është gjithmonë kërkim të kujt? Identitetit të tij. Të personalitetit të tij, akoma s'e ka formuar, dhe ai është 20 vjeç. Kush jam unë? Dhe është imitues i asaj që propagandohet dhe është trendi. Prandaj Allahu i madhëruar thot në Kur'anin famlar, i këshillon besimtarët musliman që në çdo kohë janë shembulli më i mirë për shoqërinë. O ju të cilët keni besuar, ruajni vetët e juaja dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit, pra nga rruga që i çon në të zjarr, që është rruga e mosbesimit dhe rruga e shturjes. Ruani vetët e juaja dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit, pra nga rruga që çon në këtë zjarr, nga shkaqe që të afrojnë në këtë zjarr. Dhe vazhdon ai kuranor, dhe lënda e këtij zjarri, të nderuar vëllezër, gjuna e kuranor. Dhe lënda e këtij zjarri janë gurët dhe njerëzit. O njeri, a ke mundësi ta durosh zjarrin e xhehenemit një sekond? Një sekond. Vinë në gjykimit dhe vinë njeriu pra ai që ka plotësuar gjithë kënaqësitë e dunjas. S'ka lënë gjë pa bërë nga kënaqësitë epshme të dunjas. Po ka qenë mosbesimtar. Do urdhërohet ditën e gjykimit të futet në zjarrin e xhehenemit një moment, një çast, një zhytje. Kjo nuk është pa qëllim, është për të na mësuar ne, për të na përkujtuar.
Dhe pasi të dalin nga zjarri i xhehenemit, pasi u fut një moment, i thuhet, o ti, njeri, a ke shijuar ndonjë gjë të mirë nga dynjaja? Jo, Zoti, as. I harroj gjithë. I harroj gjithë. Dhe në të kundërt, njeriu më i vuajtur, vetëm smur, vetëm fatkeqësi, po i sprovuar nga Allahu, sa Allahu ato që do të sprovon. Besimtar. Allah i madhëruar do urdhëroj që ditën e gjykimit ky besimtar ta fusin në xhenet para se futjes pra prundimtarën, të hyjnë në xhenet një moment dhe ta pyes. Dhe të pyetet, a ke vuajtur ndonjë vuajtje në dynja? Thot, jo, Zoti. I haron gjithë vuajtjet. Kjo është dynja. Dhe ja vlen ta shesin xheneti për të dynja, të pyeti bëni. Dhe ja vlen fitojnë zjarrin e xhehenemit për disa kënaqësi të përkohshme të dynja, përgjigjen është do kush janë vetes. Prandaj të nderuar vëllezër, kur profeti alayhis salam thot martohuni, pra martojini të rinjt. Dhe dietarët nga ky hadith kuptojnë që martesa e shëndosh e ndërtuar mbi themele të besimit të dashurisë është nga shkaqet më të mira për rregullimin e individit dhe shoqërisë, sepse formon një familje të shëndosh dhe të mirë. Prej kësaj familje dalin kush? Individ të mirë dhe rregullues. Prandaj shejtani i mallkuar, gjëja që gëzohet më shumë është kur ndahet një çift. Kur ndahet një çift dhe kur ndahet çifti, humbin fëmijët. Dhe sidomos të rinjt ose fëmijët që më shumë janë viktima të biologjive të huaja, janë ato fëmijë që vinë o nga familje divorcuara, ose nga familje që i ka vdekur babai ose nëna, pra janë të udhëtuar në hallet e tyre. Prandaj trendi është sot që dini të gjithë, më mirë se mua, më mirë se unë, se sot të martohesh vonë është bërë trendi, është bërë diçka që e të rit, pra mos martohen herë. Që e njës vetëm e përgjësi kot. Hallet. Nashur, bëhet normale lidhjet virtuale me anjezën, edhe me filankën, e ka motër në islam, pa e këshilloj për të Allahut. Që fillon shika? Pastaj nga virtuale, pimi kafe ke mosheria, që ka. E takohen atje. Pastaj dihet. Përfundim. Dhe Allah i madhëruar i përgatiti moralistëve para ahiretit që në varë, fura për zjarë. Fura për zjarë. Dhe thot profeti alayhis salam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk ka mundësi i moralisti të jetë besimtar në momentin kur ai bën zina. O hoç, është kafir? Jo, nuk është kafir. Po besimi i tij thot karta diti thot ngrihet lart për imamën. Është punë e dytë. Prandaj profesori më ka mjekuar nga mjekimet që bëhet të rinjve sot dhe shoqërisë. A e dëshiron për motrën tënde? Jo, tha i riu. Për nënën? Jo. Për tezën? Jo. Atëherë dhe tjerët. Është thjesht. Po këta nuk duan shoqëri pa shturje. Dhe kush e di është në moshën, pra mbi 40 vjeç, e di shumë mirë që mbas 90-s tonë në Shqipërinë tonë dashur, kinemaja atje, filmat e parë ishin pornografik. Edhe shikoj njerëz të turitur. Dhe pornografia, shikimi pornografisë e shkantaron individin, qoftë i martuar, qoftë beqar.
Dhe thoshte një ri, kur ka pyet një dietar, një pyetje thoshte sheh, o dietar, unë jam penduar prej kohësh nga ky gjuna. Po më shoqëron thot me vete gjithmonë që mos kur jam namaz, kur jam në rukun dhe sejdë, ato pamje të fllishta që shikoj. Syri bën zina, dhe zinaja ati është shikim. Prandaj të nderuar vëllezër, çdo udhëzim kuranor dhe në hadithet profetike është shpëtim për shoqërinë, për familjen, për individin. Jetojmë në kohëra të vështira. Jetojmë në momente, jemi në momente dhe çaste kur e keqja zbukurohet, shturja zbukurohet dhe degenerimi zbukurohet me emra të tjerë dhe e mira dhe turpi dhe e bukura dhe pastërtia nënçmohet. Prandaj të nderuar vëllezër, duhet kemi kujdes vetët tona, fëmijët tanë, të rrim afër me bashkëshortet tona. Burri është themeli i familjes. Ai duhet të jetë shembulli më i mirë për gruan dhe fëmijët, pastaj nëna. Duhet të jetë të dy shembuj të mirë për fëmijët. Se ndikimi me shembull është më i fortë se ndikimi me fjalë. Dhe dhuroni dashuri fëmijëve, ngrohtësi dhe mëshirë. Dhe keni kujdes me kë shoqërohen, me kë rrin. Dhe nëse të pyet një person ku është djali, nëse thu nuk e di, mirë ti. Prandaj profeti alayhis salam i ka vendosur të gjithë para përgjegjësive. Cili është argumenti o hoc? Kullukum rai. Thot profeti alayhis salam, çdo njeri prej jush është bari. Për tufën e tij është përgjegjës. Do pyetet, do japi llogari. Dhe fillon me radhë. Burri është përgjegjës për familjen e tij. Do pyetet për gruan e tij. Do pyetet për fëmijët e tij. Do pyetet për motrën e tij të vogël që ka pasur në përgjithësi. Për vllajën e tij të vogël. Dhe gruaja, vazhdon hadithi, është përgjegjëse, është baresh në familjen e saj. Dhe do pyetet, do merret në llogari për atë përgjegjësi. Të nderuar vëllezër, e lut Allahun e madhëruar, pra kjo është një temë që kërkon shumë shtjellim, pra dhe zgjat shumë. Po lut Allahun e madhëruar që të paktën të kem dhënë mesazhin e duhur tek ju, dhe lut Allahun e madhëruar që t'i udhëzoj familjet tona, fëmijët tanë tek e mira, tek e drejta, tek e pastërta, tek morali i mirë. Dhe lut Allahun e madhëruar t'i ruaj familjet tona, fëmijët tanë nga shturja, nga e keqja, nga padrejtësia, nga jundëshmëria. Pasuria më e mirë që le njeriu pas është fëmia i mirë që le. Nuk ka pasuri më të mirë se sa një fëmijë i mirë që le pas me besim dhe moral. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, më i miri për jush është ai që është më i mirë në familjen e tij dhe unë jam më i miri në familjen time. Besimtari duhet të formojë një ambient të sigurt dhe qetësie tek familja e tij. Jo ambient, atmosferë frike, degenerimi
dhe shtuari. Të formoj një ambient ku mbështetëron devotshmëria, besimi, virtytet morale dhe në radhë të parë të tregon në shembullin e tij. Prandaj profeti Islam tregon në hadithin që është argument që familja e suksesshme ndërtohet mbi themelin e devotshmërisë dhe fesë, besimit. Thotë profeti sallallahu martohet njeriu, pra kërkon të shikojë tek gruaja që do të martohet 4 gjëra. Fisjen e saj, prej ardhjen, bukurinë, pasurinë dhe fenë. Porosia profetike është kapuni pas fesë së saj, pas moralit, dhe jeni të fituar. Dhe prandaj ka ardhur një hadith tjetër që thotë, nëse vjen dikush që ju kërkon motrën ose vajzën tuaj dhe ju e doni, e pëlqeni fenë e tij, besimin e tij, moralin e tij, por e refuzoni, cila është pasoja? Atëherë prisni shkatërrim në tokë, shoqëri. Ky është hadith profetik, do thotë është shpallje nga Allahu i Madhëruar. Nga shumë gjëra të vogla që ne shikojmë shumë të vogla, vijnë pasoja të mëdha. Edhe një herë lutem Allahun e Madhëruar të na falë gabimet dhe gjunahet tona. Dhe lutem Allahun e Madhëruar të na mësojë atë që është dobishme për ne, dhe ta bëj dobim atë që kemi mësuar. E lutem Allahun e Madhëruar na bëj për atyre që mësojnë atë që Allahu ka zbritur në fjalën e tij dhe nëpërmjet fjalës së dërguarit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun e Madhëruar të ndihmojë muslimanët kudo që janë. E lutem Allahun e Madhëruar të japë triumf muslimanëve kudo që janë, të ruaj nga kurthet e besimtarëve, të shakejsëve. Dhe dua para se të mundoj hutben të falenderoj kontribuesit që kontribuan me kohën e tyre, me mundin e tyre, me duart e tyre, me pasurinë e tyre për ndryshimin që shikonin të xhami. Unë jam shumë i gëzuar, një nga qëllimet që e ka vënë vetes në të dynjat shkurtër është kujdesi për xhamit, për muslimanët, për jetimët, për nevojtarët, për të vejat, për nevojtarët përgjithësi, për islamin si hoxh, për në edukim. Dhe elhamdulillah gëzohem që kjo xhami mori për një pamje tjetër dhe më të mirë. Ishte e mirë, tani u bë dhe më e mirë, më komode. Dhe lutem Allahun e Madhëruar ta mbushë besimtarë të sinqertë, të mirë. Dhe qoftë kjo xhami një vend i bereqetshëm për tërë komunitetin që rrethon, dhe e lutem Allahun e Madhëruar të shpërblej kontribuesit. Në këtë xhami ka mbetur dhe disa gjëra për të plotësuar, që është një mimber i ri, edhe disa gjëra tjera që është me dorë aluminit. Gjëra tjera që kemi ndërmend ne si xhamat, unë si imam dhe xhamati i nderuar, të rregullojmë në xhami. Çdo kush që ka mundësinë dhe ka dëshirë për të kontribuar, është i ftuar të jetë pjesë e kësaj gjëre të mirë. Dhe Allahu i Madhëruar nuk e humb shpërblimin e bamirësve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.